Assalamu alaikum. Për ty që e shikon këtë video dhe di ndonjërin që është i hidhëruar me babain e tij, apo ndonjë prind që është i hidhëruar me fëmijën e tij, apo ti nuk flet me vllajën tënd, me motrën tënde, me të afërmit e tu, me shokët e tu, të kërkoj për hir të Allahut lartësuar, me që jemi në fund të këtij muaji të begat, dystoj çështjet. Boja halal, kjo jetë është tepër e shkurtër. Këtë jetë vetëm një herë është një shans. Bota tjetër pastaj, syno atë botën tjetër. Pajto me vllajën tënd në prag të këtij bajrami. Mundohu t'ja bësh halal për hir të Zotit gjithësisë. Më i miri për jush është ai që e fillon tjetrin me përshëndetje, i jep selam i pari. Prandaj, jeti i pari që pajtohesh. Çdo njëri prej nesh dëshiron të jetojë i lumtur. Atëherë, përderisa nga kjo botë nuk ke për të marrë asnjë plaçk të saj, për çfarë të zihesh me të afërmit e tu? Për çfarë të grindesh me bashkëshorten tënde? Për çfarë të grindesh me bashkëshortin tënd? Bëja halal për hir të Zotit gjithësisë. Nëse do lumturi, bëja halal. Nëse njeh një njeri i cili është i hidhëruar me të afërmit e tij, atëherë tregoja këtë këshill timen se ndoshta bëhesh shkak që dy njerëz të pajtohen, dy njerëz të afrohen. Le të jetë ky bajram, le të vlej ky bajram, kjo fest për pajtimin mes njëri tjetrit.